Unë mendoj që kështu forcohet shteti. Nuk ka rëndësi se është socialist apo demokrat ai që përfundon në burg. E rëndësishme është që shteti funksionon dhe ka një institucion që i tregon vendin, pse jo i jep grushtin korrupsionit. Kjo është pse merrni benefitet e SPAK-ut ju më vëlla? A kemi qenë bashkë këtu? Kemi qenë te emisioni yt. Ditën që janë arrestuar 5 drejtorat e bashkisë. Si të kam thënë atë ditë? Të kam thënë lajm shumë i mirë. Lajm shumë i mirë për Shqipërinë, është lajm shumë i mirë për Partinë Socialiste. Kjo s'do të thotë që ti nuk mban një përgjegjësi morale dhe nuk ndihesh liç. Ku e ke përgjegjësinë? Çfarë përgjegjësi e ke? Jo, kush e ka mbajtur? Është përgjegjësi morale. Jeni ndezur, shtati bëj një pyetje. Të lutem, Pol, vetëm një sekondë. Antari i asamblesë. Pol, një sekondë. Kjo do të thotë që sistemi i përgjedhës duhet të jetë edhe më i mirë. Bëj një pyetje konkrete? Thjesht për bashkëbisedim? Po mirë, dakor. Konkrete thash. Dakor, konkrete. Sipas SPAK-ut që juve e proklamoni kaq fort, unë çik më shumë se për shkak të pozicionit që kam, Jurgis unë më shumë se ty për shkak të pozicionit. Jemi të dy bashkë atëherë. Po. Atëherë, Jurgis Qyrbja është sot aty ku është, sipas SPAK-ut, jo me vendim gjykate, që mos ngatrohemi se po i bëjmë njerëzit të fajshëm me zor. Prezumojmë, pa fasinë të gjithë. Okej. Po sipas SPAK-ut, Jurgis Qyrbja ka futur duart në zgjedhjet e 2021-shit. Tani pyetja ime është, a ju hoq mandati Partisë Socialiste në Durrës, se i teti ishte zoti Rama në Durrës, dhe ju dha një partie tjetër, sepse u faktua që Jurgis Qyrbja kishte prodhuar këtë rezultat në zgjedhjet, kishte futur duart në zgjedhje? Po apo jo? Kaq do. Jo, edhe një herë, shiko, dikush edhe mund të vdes, edhe të mësoj një tjetër. Ta bëra pyetje konkrete, tani vjen keq tani ti po. Jo, fola për vdekjen fizike, kjo është në këtë rast është vdekje morale e një personi. Shiko, ky nuk është një aludim që bazohet në mënyrën se si funksionon sistemi. Domethënë, ajo që thua ti është sikur në momentin që u mbet një parti një mandat deputeti, ose duhet bëhen zgjedhje të reja, ose ku diun, të jetë kjo shpikja që zëvendësimi u bë nga një parti tjetër, në qoftë se ti mandatin e humb për arsye morale dhe ligjore. Nuk është kështu. Si që ka kështu? Ti ju bët protesta në 96-ën, keni qenë aty ju, personalisht, kur në 26 maj ndodhi ajo që ndodhi. A ishte kështu? Nëse do t'ishte me ligj kushtetues, disiplina partijake në parlament, kjo do t'ishte diktaturë. Kështu ka qenë kohën e Enver Hoxhës. Po çfarë lidhje ka kjo më? Unë po them që ju keni marrë një mandat në Durrës, të prodhuar nga vota fiktive të marrë nga banda. Këtë ta ka thënë SPAK-u. Tim thua mua jo. Po kështu Po, vazhdo tani. Jo, se më pëlqen kjo çështja edhe Krishliku në Wall, e vizitës së mundshme të zotit Berisha në Shtetet e Bashkuara. E para njerë kjo është absolute, nuk ishte hequr non grata, pik. Sepse, po t'ishte hequr non grata, pyetja e gazetarit, nëse është bërë, për një zyrtar, nuk e ditë çfarë nivelit të dalë, nuk do ishte a mund të vi shtetazi Sali Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po do të ishte, a ishte hequr non grata apo jo? Pra, po të ishte hequr non grata, pyetja do ishte drejt për drejt. Dhe përgjigjja do ishte, po ishte hequr non grata. Nuk ishte hequr non grata. Kjo është absolute. Pra, njolla politike, morale që ka marrë Sali Berisha, nuk është hequr. Dhe kjo që thonë këta që shiko se ajo është politike, po sigurisht një sankcion amerikan për një shtet është politik në Po, është politike sepse keni lobuar ju, Partia Socialiste, Departamenti i Shtetit, nuk është as prokuroria, as gjykat, nuk kem vendim që të dënoj ty me burg. Thot Partia Demokratike që e keni lobuar ju, prandaj është politike. Po të lutem, lobimi është një gjë që nuk e bën Departamentin e Shtetit që të marrë një edhe njerë se këta i bëjnë gjyqin Amerikës. Tani këta po diskutojnë 6 milion për bërë lobime. Këta i bëjnë gjyqin Amerikës, dënojnë Soros, këta duhen pastrojnë Amerikën nga problemet ligjore. Ne po të ishim kaq të rëndësishëm. Po zbulojnë armiqtë e brendshëm të Shtetit. Jo, se është ironike pastaj që ju akuzojnë ju. Ky është një absurditet. Është absurditet. Dhe ajo që u tha dhe që parë, lidhur me lobimin e parave, kjo është e tmeshme. Do mënë, $6 milion për të përfituar një Twitter. Një cicërim. Një cicërim në Shqip. A kupton? është